Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot po përgatis një recetë 8 vjetër, të cilën kur isha e vogël na e gatuante shumë shpesh nëna ime, dhe është një nga recetat e mia të preferuara për një drekë ose darkë të shpejtë familjare. Do të kemi nevojë për patate. Unë në total do të përdor 4 patate më të mëdha, të cilat paraprakisht i kam pastruar mirë nga lëvorët dhe i kam larë disa herë me ujë. Vazhdojmë tani që patatet fillimisht të prejmë në fileta më të holla. Për t'i prerë ato sa më hollë, unë po përdor një aparat të tillë, i cili më ndihmon shumë në kuzhinë, por ju lirisht mund t'i prini edhe me pikë. Tani marrim një tepsi, mund të përdorni çfarë do lloj tepsie që keni në shtëpi. Unë po përdor një tavë të baltës. Si kjo, poshtë kam shtruar shumë pak vaj dhe do të vazhdoj që të rendis rendin e parë me patate. Tani na duhet një tigan dhe aty kam shtuar një lugë gjelle gjallë që të shkrihet tërësisht. Gjalpi i shkrir, vazhdojmë dhe shtojmë një qep të prerë imët dhe fërgojmë për 2-3 minuta derisa të filloj qepa të zbutet pak. Si qepa zbutet, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë mishin e bluar. Unë po përdor në total 500 gram mish viçi të bluar. Vazhdojmë tani e fërgojmë edhe për 3-4 minuta tjera, derisa mishi fillon të skuqet dhe të merr një ngjyrë të bukur. Tani që mishi është fërguar, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, për t'i dhënë ngjyrë pak më të bukur, një lugë të mesme me kryp, pak piper të zi, si dhe një lugë gjelle post domate, nga këto që janë më trosha. Nëse nuk keni si kjo, mund t'a zëvendësoni edhe me pak salcë domate të hollë. Përzijem mirë tani dhe mbushjen e kemi gati. Pasi e shtojmë mishin, vazhdojmë tani rendisim edhe rendin tjetër me patate të prera hollë. Tani marrim një hing kështu më të madhe dhe mbrenda shtojmë 500 ml qumësht. Tani tek qumshti do të shtojmë 3 vezë plota. Harroni të shtoni pak kryp dhe piper të zi, unë kam bërë bashkë, dhe vazhdoni t'i përzijeni mirë, derisa të lidhen mirë veza dhe qumshti. Veza dhe qumshti do të ndihmojnë që gjella tani të na lidhet, të trashet, të mpikset dhe bëhet tamam fiks si lazanja. Dhe tani, të gjithë përzierjen me qumësht dhe vezë, vazhdojmë të shtojmë tek gjella dal nga dal. Dhe tani vazhdojmë në zjerje ose në pjekje. Në furrë të parangrohur mirë në 250 gradë, pasi unë po përdor tepsi të baltës, kësaj duhet kohë pak më e gjatë që të nxehet, do ta vendos pak më poshtë në furrë. Por nëse ju po e përgatitni në tepsi të thjeshtë, do ta lejoni në mes të furrës që të zihen, të piqen patatet diku për 35 deri në 40 minuta, derisa sipër të marrin një ngjyrë të bukur dhe të kuqremtë. Dhe të dashur miq, pas 35 minutave në furrë, musaka është gati dhe kam larguar një pjesë kështu për t'ju demonstruar dhe juve nga afër se si duket gjella. Shpresoj që ta provoni edhe ju, të gatuani dhe të shijoni me familjarët e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.